mendoni që është me dhimbshme? Ndarja nga një situationship apo break up kështu dhimbja e zemrës? Nuk e di, un kam parë TikTok që thon gocat mbylla një lidhje 5 vjeçare, por gjithashtu u ndava edhe nga 2 muaj situationship dhe nuk e di pse më dhëm më shumë situationship se sa lidhja. Po se situationship ta shpjegoj kështu me se kala më të vegjël me moment. Është si puna milingonave që ti ushim me thërrime, ai kur është në një situationship nuk vë effort, nuk angazhohet me të gjën. Ti e do me stazben. Ti mësohesh me pak, edhe ai të ushim me thërime, ndërsa të sillte vetja, në momentin që sjell, të çik pa bukë. Aty fiksohesh, ti mëson me thërimet e vogla. Kjo është si ajo shpreha që të çon deri te burimi, po nuk të jep ujë. Jo, ai të mëson me çikuj me pak fillim fare, me pak, po të lë fare mbyll burimin komplet. Domethënë, ky është përshkrimi se si është situationship. Po, dhe fiksohesh se ti e mëson me thërime, me pak, po e mësuar me çik, aty fiksohesh. Me të zgjuar gjithmonë. Një shoqe. Pra, mendoj që dhe më shumë situation, mendoni se dhe më shumë situationship. Mendoj që po. Po se fiksohesh me atë, fiksohesh. Sepse mendoj që është dhimbje momentale, tani imagjino ti u ndavi nga një lidhje dhe ke gjithë ato kujtime. Një lidhje ti ndahesh dhe në paqe për shembull. Kjo është mos hyr aty se ndarja më e keq është kur ndahesh në paqe motër. Po okay, po kam thënë që ndoshta nuk të dhëm baq shumë se je mësuar me ndarjen. Është më mirë me po, shumë me situationship asaj apo s'është ky emision. Thyrje. Nuk flasim për ndarjet, ndarjet që divanat e kuq. Un jam Megli dhe çfarë po bëni nëse nuk keni bërë akoma subscribe në Andale Al dhe të qeshni me ne se fundja për ju e bëjmë, a kupton? Kemi edhe punë tjera.